detyrën sa nisi, I bëri 2 njolla 2 faqe I gresi. Ja për të dritares, ullur mbi një tek, na pas ka qëndruar një zog Arabel. Sa e pak e sushi, keshi fytyra. Do var Arabelin të më bëj detyrat. Hyr brenda theri jashtë, kam dëshirë të lozim bashkë. Di, smutën dhe syna tani. Ule kokën dhe që shkojnë të I detyra pasaluar. Arabelo ci, as një bën detyra ti? Dhe Arabeli u zemërua. Sta vjetu është kënaqur. Rau krat u largua. Viktoria vazhdo. Në ndritare shkon një viç. Viç. Mu. E ja lozim të këtu. Keci vogël si e di, mu të lozim ne tani. Ule kokën le të shkruaj, bëj detyrat pas ta luaj. O viçok, të kam shok, as I bën detyrat tok? Dhe viçi u zemërua. Dhe vjen tur, kërtu së me Nxitoj këmbët u largua. Deri këtu? Në obor, mbi një shul, që ka ullur gjysha pul. I thot keci pulës gjyshe. Fute këmbën pak në shishe. Ka, qenë këto. Ka shpo veten e ule, pranon shkim me këmbë pule. Nëse shkruan do të me këmbë, zgjate sjepin, shkull një pën nga më të mira, e vëshpej më bëj detyre. Gjyshe pula u zemërua. Ka vjen të rëpës të që me thua, kot për lutesh të kesësh, detyrat të gën nga fkush. Pasi priti shumë, hëngri darkën ra në gjumë. Tak, dera troket, me ndon keci, kush të jetë? Keci darfi shpejt e mori, muar letrën nuk ma nxori. Ende nuk e kam mësuar, kush e di çfarë mund të më kenë shkruar. Faleminderit.